Kate Upton transformohet në një lepurushe pashkësh. Modelja bukuroshe 19 vjeçare është shfaqur seksi në një video të revistës Love. Ajo ka pozuar vetëm me të brendshme të përshtatura për festën e pashkëve në ngjyrë të bardhë, shoqëruar edhe me veshët e lepurushes. Në stilin e një lepurushe, revista e kishte përzgjedhur edhe Dodds & Cross, po si për ta sfiduar rivalen e saj modele, Upton e postoi video në Twitter. Ajo shfaqet me një shport të bardhë në duar në kërkim të vezëve të pashkëve, që janë shumë ngjyrshe dhe një pjesë e tyre zbukurohen prej vetë asaj. Pasi dekoron, ajo mbush shportën dhe nis të kërcej. Kjo ishte një dhuratë e bukur për Pashkë për të gjithë fansat e modeles. Rihanna i ka rihapur thashe themet për lidhjen e saj me Drake pas publikimit të videos së tij Take Care. Ata shfaqen së bashku dhe të poqafuar në disa pjesë të videos, bie në sy një lloj tërheqjeje mes tyre. Dy këngëtarët po bëjnë shumë pak për t'i mohuar zërat rreth një romance të mundshme. Për qafimet intime kanë lënë shumë pak dyshime se ata mund të jenë thjesht miq. Videoja është shoqëruar me imazhe zojsh që fluturojnë pamje me dëbor dhe dema, por jo vetëm klipi ka shtuar thashe themet për lidhjen mes Rihannës dhe Drake, pasi regjizori i videos Joan Lemoyne deklaroi se këngëtarët janë shumë të afërt me njëri tjetrin. Ata bën pikërisht atë që u kishte kërkuar ai për videon. Janet Jackson është transformuar. Këngëtarja ka rënë në peshë në mënyrë drastike duke ofruar një pamje të mrekullueshme. Janet është shfaqur për një reklam të re me një formë të shkëlqyer, duke pasur parasysh problemet e saj me mbipeshën këto vitet e fundit. Në reklamën për Nutrisystem 45 vjeçaria, megjithatë, nuk tregon se sa kilogram ka humbur. Që nga vdekja e të vëllait të saj Michael në vitin 2009, këngëtarja nisi të binte në peshë. Publikohen fotot e para të Reese Witherspoon shtatzën. Pak javë më parë, aktoria 36 vjeçare njoftoi se priste fëmijën e saj të tretë, të parin nga martesa me Jim Toth. Ajo me bashkëshortin dhe dy fëmijët kaluan disa ditë pushime në Costa Rica. Me ish bashkëshortin Ryan Phillip, Witherspoon ka një vajzë, Ava 12 vjeçare, dhe djalin Deacon 8 vjeç. Një burim i tha revistës US Weekly se dy fëmijët e saj janë të lumtur që do të bëhen me një motër ose vëlla. Përpara se të njihej me Jim, aktoria kishte deklaruar se nuk ishte e sigurt nëse do të donte të kishte fëmijë të tjerë, por gjërat ndryshuan.